Natyrisht është e vështirë për kushtet e fermerëve të vegjël që të përballojnë të gjithë kostot e sigurimit. Dhe për këtë arsye janë shikuar disa modele, jo vetëm të Europës, të Bashkimit Evropian, po edhe vende tjera, dhe më posaçërisht me modeli turk, është modeli Tarsim, i cili ka një kontribut të qëndrueshëm në mbulimin e primit sigurimit nga buxheti i shtetit. Kjo mendojmë që është shumë e përshtatshme për kushtet e vendit tonë, sepse ka fermerë të vegjël me tipologji të ndryshme, me të ardhur të vogla, dhe mund të ketë hezitim, sidomos në hapat e parë, sepse skema që të funksionojë do një numër të caktuar përfituesish, fermerësh në rastin konkret. Për këtë arsye, në variantin që po përgatitet, është konsideruar që shteti të jetë një nga kontribuesit kryesorë, sidomos në vitet e para të funksionimit primit sigurimit. Dhe kjo është shumë e rëndësishme për të siguruar jo vetëm kuadrin ligjor, por vënien në eficiencë dhe rritjen e përfitueshmërisë nga kategorisë sa më të mëdha fermerësh e para, dhe dyta paketa sigurimesh që përshtaten shumë mirë me tipologjinë e specifike të vendit tonë, përfshirë dhe përmbytjet, por nuk janë vetëm përmbytjet, është gama e sigurimeve është mjaft e gjerë. Dhe kjo do të sillte, si thua, një instrument plotësues në kuadrin e masave që ne disa prej tyre i prekëm.